tashmë janë bërë publike edhe listat e kandidatëve. Se cila parti politike ka publikuar listën me kandidatët për deputet në legislaturën e 10 me radhë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, listat të cilat faktikisht përbëhen nga profile të ndryshme e përbërja atyre kanë gjallur edhe reagime, edhe komente se çka po ofrojnë partitë politike për votuesit, cilët faktikisht mund të jenë deputatët e ardhshëm në vendin tonë dhe se sa mund të përfaqësojnë këta deputat interesat e qytetarëve. Në mesin e kandidatëve për deputat nga të gjitha partitë politike ka edhe të rinj në moshë. E sa faktikisht është i mjaftueshëm numri i tyre në këto lista, sa mund të përfaqësohen të rinjt e vendit tonë në kuvend, do të diskutojmë në këtë pjesë të emisionit. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, me mua në studio kam Dardan Lajqe, profesor i sociologjisë. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje edhe për ju. Gjithashtu kam edhe Fejtan Sulejmanin. Përshëndetje Fejtan. Faleminderit shumë për ftesën. Në lidhje të drejt për drejt kemi edhe një të ri tjetër, Ismet Krasniqi. Përshëndetje Ismet. Përshëndetje, kënaqësi. Fejtan, po du me nisë këtë diskutim me ty, me qenë se e di që për cilë dhe zhvillimet politike, i ke pa po besoj listat e kandidatëve për deputat. Në mesën e këtyre listave kemi parë që ka edhe të rinj. Ka të rinj nën moshën 30 vjeçare, po ka edhe për atyre nën moshën 35 vjeçare, që e bën faktikisht që numri i të rinjve të jetë i konsiderueshëm. Sa mendon që është i kënaqshëm si numër? Definitivisht kam pa që ka pjesëmarrje në listat e kandidatëve për deputet prej të rinjve. Mirë, po nuk besoj që është mjaftueshëm edhe e kënaqshme ai numër i cili gjendet në ato lista. Janë dy faktorë që për mua e bojnë pa kënaqshëm këtë pjesë. Është fakti që të rinjt, shumica prej tyre i kanë numrat në ato lista shumë poshtë, pra ka numra prej 50 e tutje. Kemi prej 4 partive të mëdha vetëm një kandidate për deputete i cila është nga mosha nën 30 vjeçare, që vjen nga radhët e PDK-s, edhe të tjerët janë të gjithë të vendosur në numrat poshtë listave. Loja me numra është kogja e rëndësishme të partitë politike për shkak se mas pari e tregon rëndësinë e këtyre figurave, edhe mas dyti e tregon sa dëshirë kanë që partitë me i fut ata njerëz në parlament. Është kogja e papranueshme ky fakti që për një shoqëri që u mbur me rininë e saj të në historinë e vetë me thonë, po edhe viteve të fundit gjithçka që ne ndëgjojmë është fakti se trit tonë janë shumë produktiv, po edhe shumica e shoqërisë tonë përbëhet prej trive, me po kaq një mosbesim prej partive politike ndaj tyre kur vije puna që ata me marrë përgjegjësi politike edhe me kohë pjesë vendimarrëse. Kuptohet që nëse nuk ka me në qëtë legislaturë, do me thonë në zgjedhjet e 9 shkurtit janë zgjedhur veç 3 deputet prej 120-ve që kanë qenë në moshën 30 vjeçare. Kjo është shumë shqetësuese, çështë një popullsi që përbëhet kryesisht prej trive, ti e ki ma pak se 3% përfaqësimin në rinor në pozita vendimarrëse, le të themi në parlament. Ismet, apo javën me realisht apo japin partitë politike e rëndësinë e duhur të rinjve, përfaqësuesve të shtresës e re të vendit tonë? Shikoni, ajo që vlen të theksohet në pikpamjen tim është që pozita e një të riu në partitë politike viteve të fundit është duke shkuar drejt një avancimi, sepse mos harrojmë në të kaluarën kandidimi i trive ndoshta për deputet nuk ka qenë fare opsion ose ka qenë fare në fund të listave, dorën në zemë nuk kanë përkrahur as nga vetë partitë. Tash gjendemi përballë një situate të re, ku të rinjt po kandidojnë realisht në partitë politike dhe janë dëshmitarë dhe jemi dëshmitarë që ata vetë po zgjedhen edhe si deputet dhe mirë që zgjedhen. Unë pajtohem që nëse Kosova e ka një numër kaq të madh të rinjve, patjetër duhet të ketë edhe përfaqësim politik të rinjve, ndoshta edhe në mos më të mëdha. Pastaj shqetësues është edhe fakti numrave, siç e thënë edhe parafujsi. Unë pajtohem që jo detyrimisht numri e cakton
se asgjë deputeta jo, më shumë po të bëj me angazhimin tuaj në drejtim. Por gjithsesi, edhe numri tregon ndoshta vlerën që ti ke për brenda asoj partije. Çka më ka ardhur ndoshta pak habi, ka qenë lista e lëvizjes vetëvendosje për shkak se është një parti që ndoshta gjithë aktivitetin e tij politike ka pas të koncentruar në forcën rinore, në strukturat e soja rinore. Ne jemi dëshmitar që i gjithë historiku i lëvizjes vetëvendosje ndoshta lidhet me të rit kryekuput për shkak se edhe protestat edhe disa procese tjera kanë kaluar kryesisht prej të rinjve, e kur nalemi dhe analizojmë listën e tyre, ne shohim që jo në top 10, jo që nuk bëhet fjalë top 10 që të ketë ndonjë të ri, por në 50 emrat e parë me aq sa i poshtë nuk më figuroj që ndonjëri ose ndonjëra nga ta i takon moshës së re. Mund të jem edhe gabim, por për 10 që jam shumë i sigurt. Kjo sipas teje, Ismet. Është goxha kontradiktore për shkak se lëvizja vetëvendosje ka ardhur në pushtet me forcën rinore, pra me strukturat rinore, me angazhimin rinor brenda partisë. Dhe nëse ju vini pushtet përmes rinisë, i kandidoni kaq pak të ri në listën për deputet, është goxha shqetësuese sepse ju po tregoni që ju po i dëni vetëm votat e rinisë, por nuk po dëni të përfaqësoni ata në përfaqësim politik. Kjo për mua në pikpamjen time duhet të ishte zhgënjyese edhe për vetë aktivistët e lëvizjes vetëvendosje që kanë kontribuar ndër vite që kjo parti të jetë ku është sot, dhe sot ata nuk pranohen ose nuk kandidohen në listat e vetëvendosjes, se që në pikpamjen time është shqetësuese. Ne kemi në anën tjetër Partinë Demokratike që ka në top 10 një grua të re, e kemi Lidhjen Demokratike e cila tashmë ka 2 kandidat për deputet nga forumi rinor i LDK-s, pra partitë politike kanë përmirësim në këtë drejtim, mendoj që një do duhet të vazhdonte edhe lëvizja vetëvendosje, pra mos ketë regres, mos t'i ik përfaqësimit rinor në kuvend, për shkak se historikisht vetëvendosja, nëse mund të themi në zhargonin popullor, veç haj rinia ka po rinis. Rinia e ka mbështet, rinia ka dalë protesta, edhe rinia ka sjell aty ku është sot në qeveri. Po, zotëri Lajqi, ky nivel i përfaqësimit të të rive, përfshira në këto lista për deputat, çka mund të tregoj për shoqërinë tonë? Pikrisht, nëse shohim në aspektin sociologjik, nga mirët dhe shkenca e sociologjisë politike, këta faktorë që i përmendën me të drejtë kolegët ndikojnë në përfaqësimin e të rive në lista apo në politikë. Mirëpo, unë e kisha zhvendosur në një rafsh pak më të lartë në kuptimin e asaj se çka shtyn drejt a kemi bëna politiken atraktive që të rinjt të marrin pjesën ta, të jenë pjesë e listave dhe a është e duhur forma cilën ne po bëjmë politikë, do të thonë pa përjashtuar gjitha partitë politike. Këtu përmenden 3 teori, të cilat i përfaqëson sociologjia. Është teoria e kapitalit shoqëror, do të thonë ata të cilët kanë reputacion, kanë njohje, kanë më shumë ndërveprim, ata janë të prirur të jenë më afër, do thotë, strukturave elitare dhe kështu për të zgjedhur. Dhe kështu natyrisht mbetet jashtë edhe rinia për shkak të mosnjohjes apo mos përfshirjes. E dyta teori është teoria e socializimit politik. Sa ka ndërveprim mes, do thotë, atyre që bëjnë zgjedhje dhe të rive të grupeve politike rinore të cilat tentojnë që të jenë pjesë e këtij ndërveprimi politik. Dhe teoria e tretë njihet është teoria e elitës që përfaqëson Pareto. Aty thotë se elitat janë ato të cilat e determinojnë rrjedhën e hierarkisë dhe të listave në përgjithësi. Dhe natyrisht ato tentojnë që ta ruajnë atë votën qendrore për brenda strukturave të vjetra dhe në këtë rast të rinjt shihen do thotë jo të përfaqësuar. Natyrisht kjo bazë determinon një masë të madhe të asaj se sa atraktive është politika në vendin tonë. Vetëm për të ndërlidhur me këtë, mendon që politika në vendin tonë është atraktive për të rinjt? Është faktikisht mund të themi që është një terren politik i përshtatshëm edhe për përfshirjen e të rinjve? Unë besoj që ka edhe është ka problem politik në Kosovë, pjesëmarrja e të rinjve edhe në vendimarrje direkt, po edhe në aktivitete politike. Unë nuk e maj men për vete këto
6-7 vitet e fundit një protest që u bo prej studentëve ose prej trive, është pak problem edhe te trit, edhe që shpjegoi profesori, kuptohet që politika nuk është atraktive në kuadrin që partitë politike pak edhe nuk po japin hapësirë të rinjve me shku përpara. Një ca raste kështu prej bazave personale që nëpër deg të partive politike të vjetrit, si me thonë, si që shpjegoj edhe profa, elita politike nuk ka leju që të rinjt me shku përpara, edhe pse ata e kam pas vullnetin në secilën mënyrë. Edhe kjo situatë gjendet të secila deg gati edhe të secila parti politike. Po se ndodh kjo sipas jush? Dhe si mund të ndikoj pastaj në faktikisht tek trinj, si mund të ndikoj çka kur faktikisht kjo shtresë politike ashtu siç po quajnë jo të vjetrit, ndoshta vjen në pozitën ku edhe duhet të heqin dorë nga aktiviteti i tyre politik, pastaj sapo lihet hapësirë për ndërtimin e kuadrove të reja. Dhe që të kemi vullnet faktikisht këto kuadra. Unë besoj që do të me lënë politikën para se politika me të lënë ty. Pak shumë filozofike ndoshta kjo, po definitivisht është shqetësuese kur ti i ki që 4-5 mandate je deputet edhe nuk bjen kurrë produktive, as për komunitetin, as për qytetin, as për shtetin, as për vendin, për askon hiç, as për ata që i përfaqëson ti, edhe prap kushtimisht dën me mbajt çat vend. Kjo vije për arsye të ndryshme. Pushteti politik normalisht është në rend parë. Na e dim që na kemi një nivel kozat lartë të korrupsionit edhe nepotizmit, edhe kjo shkon kozat mirë në funksion të këtyre figurave politike që veç janë të tablum në ato komunitete. Po, ju konvenon edhe partive politike në anën tjetër për shkak se janë figura lokale që marrin mbështetje tu i pas çdo mekanizma në funksion. A është problem për trit kë, është problem shumë i madh, mos me pas hapësirë që një ri me marrë pjesë në politik, është dëm për krejt shoqërinë, për krejt rinin, për shkak se ti si i ri nuk mundesh me dhon perspektivën tënde, nuk mundesh me dhon idetë tua, kreativitetin tënd që ndoshta pak a shumë për këtë pjesë je pak më energjik se sa një shtresë tjetër e popullsisë, me gjithë respektin për gjithkon, nuk du me tinglu sikur po e nënçmoj dikë tjetër, po çdo problematika e bojnë që pastaj probleme shoqërore edhe problemet e rinisë mos me u zgjidh për një kohë gjatë se cilës të rinë dekurajohen për me marrë pjesë politikë. Ismet, sipas te, janë themi shtresa e vjetër e politikës, e politikanëve, problem për depërtimin e të rinjve në politikë? Shikoni, unë besoj që problem për trit është gora e brendshme brenda secilës parti politike. Kjo gora e brendshme nuk i atakon vetëm rinin, i atakon edhe të tjerët ndoshta që kanë qenë edhe më herët. Në pikpamjen time në politik ju mbon populli, pra populli vendos se sa gjatë do ta mboni ju një pozitë politike në të cilën votoheni. Kurse gora e brendshme e partisë politike, unë besoj që secila parti politike ka garën e saj të brendshme, është e vërtetë që fatkeqësisht partitë politike në Kosovë një garë pak më të ashpër ja bëjnë grave dhe të rive brenda partisë, e kjo ndoshta më së lehti mund të verifikohet përmes numrave që i marrin këta në listat zgjedhore, po edhe vetë për brenda hapësirës reklamuese që i ndon partia për ta. Unë nuk mund të them se jam i kënaqur me përfaqësimin rinor në politikë në Kosovë, por gjithsesi gjendja asnjëherë nuk ka qenë më mirë, sepse ne nuk kemi pasur kur 3-4 deputet të moshës së re në kuvendin e Republikës Kosovës. Mos të harrojmë se siç e thënë edhe Fejtoni, të rinj gjithmonë kanë qenë bartës të proceseve politike. Ju e keni madje edhe vetë marrëveshja e Rambuljes në kohën kur është arritur nga zotri Hashim Thaçi në një moshë shumë të re, ka qenë 29 ose 30 vjeçar, që edhe me ligjin sot përcaktohet si i ri. Pra rinia gjithmonë ju ka paraprirë ndryshimet shoqërore në këtë vend, edhe gjatë luftës së UÇK-s, por edhe gjatë proceseve të tjera historike. Rinia gjithmonë ka qenë motor i ndryshimeve edhe përmirësimeve të jetës në Kosovë, prandaj është pak e pa kuptim ky hezitimi i partive politike që të inkuadrojnë të rit në lista zgjedhore. Unë e kuptoj që të rit jo çdoherë mund ta kenë përvojën e nevojshme dhe jo detyrimisht me që je i ri të takon pozita e deputetit, sepse jo çdo i ri është profesionist.
Pra, ashtu siç mund të kemi deputet më në mosh ose gra që nuk janë profesioniste, e njëjta mund ndodhë edhe tek të rinë. Por ideja është se ne brenda listave së pari duhet të kemi të ri për të votuar, sepse në momentin që nuk kemi fare është e pamundur. Dhe duhet të ju jepet mundësia për ta treguar veten e tyre edhe në aspektin politik edhe profesional, sepse me aq sa kam parën që shumicën e kohës punoj me të ri, unë besoj se ka shumë të rinj këtë vend që janë shumë profesionist dhe shumë të përgatitur edhe për pozita politike, por jo vetëm, ka edhe sferat e tjera ku rinia po shkëlqen, sidomos kjo Kosovës, e këto të fundit mund ta vërtetojmë edhe me rezultatet e arritura të studentëve të Universitetit Prishtinës në gara ndërkombëtare, qoftë atyre të FSHM-s, qoftë Fjekut ose qoftë juridikut. Pra, Kosova ka një rini jashtëzakonisht të pasur që thjesht i duhet hapësirë që ta tregoj veten dhe unë nuk kam dyshim që edhe përfaqësimi politik besoj që do ta bënin drejt dhe profesional, ashtu siç e kërkon detyra dhe pozita. Po, Ismet, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt në Rreth e Rrotull. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shumë. Në anën tjetër, profesor, sa është e gatshme shoqëria jonë që t'i besoj të rinjve për vendimarrje edhe në procese të rëndësishme politike? Pikrisht, shoqëria jonë është një shoqëri e cila po transformohet në vazhdimsi. Do thotë, kemi elitën politike e cila është bartëse e periudhave të para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës. Pastaj e kemi një elit tjetër që është dalë e kështu me radhë. Mirë po, gjithë këto mekanizma në farë forme ndikojnë në formësimin e politikbërjes. Megjithatë, politika do t'ishte shumë e mirëseardhur, sepse koncepti për politike në farë forme shoqërinë tonë ka pësu një lloj qarje. Politika është art, është profesion, është kompromis, është marrëveshje, është forma për cilën do të angazhohen të gjithë qytetarët. Ku është qarja sipas jush? Qarja ndoshta është te kjo disbalanci natyrisht i përfaqësimit rinor, pastaj grave dhe të tjerëve, por një kontribut po ashtu në këtë qarje ndikon edhe diskursi shoqëror, gjuha. Gjuha është një element sociokulturor shumë i rëndësishëm i cili përfaqëson se cilin politikan në rrjedhën në përfaqësimin që e bën ai. Dhe ajo gjuhë pastaj afekton të rion, afekton tjetrin dhe nga aty, nga familja, nga ato informata, nga portalet bëhet ajo zhurmë e panevojshme dhe në këtë mënyrë krijohet një percepcion i dëmshëm për politiken. Megjithatë, unë i përgëzoj edhe panelistët që ishin, të cilët ata të cilët janë më të vërtet elitë arsimore e duhur, i inkurajoj që të merren në politikë, sepse vetëm me përfaqësim të denje, rezultatet dhe vetimet nga këta njerëz na përfaqësojnë në mënyrë duhur. Jo me njerëz të cilët shpeshherë nuk janë, sepse posti i deputetit është një post shumë i rëndësishëm dhe vendimet e tij afektojnë jetën tonë. Prandaj elitat shoqërore, ato intelektuale, rinore, duhet të merren politikë dhe t'ja ndrojmë komplet strukturën qasjen se si po funksionon politika në Kosovë. Pejzon, partitë politike po i shohin të rinj të realisht si e vlerë apo në raste të caktuara si numër? Janë partitë caktume që individ caktum që vinë prej shtresës së të rinjve i shohin si vlerë edhe i kanë shtyr përpara goxha shumë viteve të fundit, që është fakt për me u pëlqy, për shkak se partia njënin prej funksioneve që e ka në vetë është edhe rekrutimi i njerëzve, rekrutimi i gjeneratës 3. Duhesh me pru gjenerata 3 të politikanëve në skenën politike. Një tillë ka bu LDK-ja me kryetarin e Forumit Rinis, saj gjithashtu edhe PDK-ja me kryetarin e Rinis, me deputetën e zgjedhur në legjislacionin e kalum. Këto janë figura 3-ja, edhe definitivisht janë vlerë për këto partije dhe për parlamentin në veçanti. Po, a duhet me pas pak ma shumë figura se sa këto, unë besoj që po, për shkak se të rinjt janë një shtres, e po të mëcumë zisa herë dhe sot janë një shtres shumë e rëndësishme për shoqërinë. Kur ta analizojsh pastaj proporcionalitetin e këtyne figurave që janë vlerë
gjithashtu me numrin e deputetëve të rinj, të cilët janë fut në ato lista, kandidatëve për deputet, e sheh që shumica prej tyre janë fut edhe si numër. Jo në të njëjtin nivel sikur janë fut këta tjerë që kanë paraqitur dhe janë pasur. Se bëhet një gjë e tillë. Se e shohin partitë politike rinin të rëndësishëm vetëm si numër. Çka i duhet faktikisht ky numër? Cili mund të jetë në anën tjetër përfitimi i partisë nëse disa kandidati i konsideron vetëm numër, po në anën tjetër cili mund të jetë dëmi për këta kandidat që në rastin ton konkret dalin të jenë të rinjtë? Kryesisht arsyeja pse ata janë si numër ndoshta vije për shkak të ndonjë lloj vëmendje, le të themi, shoqërore ose politike që ata kanë pas me një moment caktuar dhe tentojnë që ato figura le të themi ti materializojnë në vota, ti kthejnë në vota. Me i krahasu ndoshta listat e deputetëve para 20 vjetë, 10 vjetë edhe tash, sheh që pozitat e fundit të secila prej partive politike, 30 pozitat e fundit janë fut emra që nuk kanë paraqitje publike, që nuk bojnë, nuk e tregojnë qëndrimin e tyre real politik vazhdimisht, edhe aty futen veç për shkak që ose tentojnë ata personalisht me marrë pozitën e deputetit, kuptohet, po ndoshta edhe si ndihmë sa do e vogël për partinë që me marrë votën e qytetarëve, e ati rreti, ati komunitetit prej ka vinë ata, edhe kështu me kapitalizu, materializu votën e atyre dhe me marrë pushtetin. A mund të ndikoj kjo qasje partive politike që edhe në mas, pastaj një shtresë të caktuar e shoqërisë të konsiderohet vetëm e numër? Pikrisht, ajo që desha të them është që partitë politike në Kosovë duhet të demokratizohen nga brenda, sepse vetëm ajo e hap një perspektiv të afërt me qytetarin. Natyrisht, rinia shpeshherë është parë si formë statistikore, si promotori proceseve, si lëvizët të saj, dhe kur është marrë pjesë, do më thonë, për fjalë për vendimarrje, shpeshherë ka qalu apo nuk është dhënë përfaqësimi i drejtë. Prandaj në këtë rast, unë kisha thënë që partitë politike duhet që të jenë më të hapura në koncept të asaj se përfaqësimi rinor ndryshe është kur një i ri merr vendime nga brenda dhe i paraqet në parlament apo qoftë për kulturën, për artin, për sportin e kështu me radhë. Prandaj, kjo mos shihet si përjashtim ndaj gjeneratës së tretë apo të dytë në përgjithësi, por ajo që kërkohet nga të rinjt është që ta kenë përfaqësimin e merituar, nëse jo në aspektin shtetëror me ligje, s'paku brenda rregulloreve përkatëse të partive politike, brenda atyre t'ju caktohet një kohë ku ata do të përfaqësohen dhe zëri i tyre do të jetë në shoqëri. Fejtan, do duhet ketë një kohë për të rinjt? Është propozim që ka logjikë dhe ka shumë vende në botë që e praktikojnë një gjë të tillë. Po besoj që është një prej mënyrave më të mira që ti mundesh me funksionalizu një përfshirje pak më të madhe. Po, si gjithkusht tjetër besoj që kjo përfshirja më e madhe i shkon shumë më e mirë me ardhë vullnetshëm prej partive politike dhe prej liderëve se sa prej kuotave. Po gjithsesi në rast që ka një degradim, le të themi, të këtij niveli, siç ka qenë deri tash, atëherë kuotat janë të nevojshme, jo vetëm të nevojshme, por të detyrueshme për një përfaqësim të tillë. Po, faktikisht, nëse ndalemi tek përfaqësimi të rinjve edhe në brenda partive, ndoshta pa arritur që të dalin jashtë kornizave të partisë, pa arritur që të bëhen pjesë institucioneve, po me aq sa kemi mund të shohim se si funksionojnë partitë tona. Janë partitë tona aq demokratike sa t'i lënë të lirë të rinj faktikisht që ndoshta të jenë edhe faktor i reformave të brendshme partijake. Po. Nga takimet që kemi me gjithandej, do thot, shihet një mbajtje e pushtetit hierarkik, si me thonë, nga gjenerata e mesme apo e vjetër, dhe në këtë rast
të rive një farforme i mbajnë ende si promotor, si levez, do thot dhe jo aq vendimars. Natyrisht, kjo e dëmton komplet përfaqësimin demografik të kësaj kategorie rinore dhe natyrisht mendoj që duhet të bërë më shumë, të demokratizohen më shumë në mënyrë që këtë përfaqësim ta kenë më realist. Pejtan? Po, unë tash mundem me qenë pak edhe subjektiv në këtë pjesë, jo për shkak që më ka ndodhur diçka mua, po pak për informacioneve nga jashtë që i dim. Mendoj që këgja është një fartrysnie edhe ndodh një fartrysnie edhe brenda partisë, që Ismeti edhe tentoj me qujt pak si garë, mu do që zbuti pak, mu po mdo që është një fartrysnie pak ma madhe realisht, edhe është një farë ndalese, dekurajimi ndaj të rive me marë pozita të rëndësishme. Normal, aktivizmin e tyne edhe energjin e tyne e shmojnë se cila parti për këta jam i bindun, mirë për nuk është që e vlerësoj në fund të fundit për shkak të kësaj problematike të përfshirjes. Po, për fond, Fejdon përdu me ditë si pas teje. Cilë është gabimi më i madh që bëjnë partit politike në qasën e tyre ndaj të rinjve? Kom pa përmirësim edhe në këtë aspekt, sidomos për shkak se me ju qasë të rinjve duhesh me ra edhe në botën e tyne. Po besoj edhe profa pajtohet që duhesh me kuptu edhe botën edhe qysh funksionojnë ata. Unë po besoj që me një, le të themi, me bo pjesëmarrje në politikë pak ma atraktive, kish me qenë qasja ma e mirë, që kish me funksionu për me pru sa ma shumë të rinë në politikë. Kemi pa këgjado, sidomos në zgjedhjet lokale, kemi pa do fushata që ju kam për shtatë kësaj shtrese. Politikanët janë mësu tash edhe me përdor TikTok-un edhe për informacione politike, për prezentim si platformë që mundet me ju qasë mas leti i rinis. Aktivitete kulturore, sportive, gjithashtu me ardhë prej brenda partisë për rinin, për rinin që atave që kam, po edhe për pjesën tjetër, si formë rekrutimi, kishin me qenë forma interesante dhe atraktive që edhe të rritë e tjerë me u bashkangjit në... Pikrisht, ajo që do t'i bënd të nderë, do më thonë, në politika në raport me rinin, është se si ta përmesoj ajo sistemin arsimor, se si mos t'jemi me në fund të pisës, po si t'jemi, do thot, atje lartë. Partit politike, qofshin pozit, qofshin opozit, duhet t'i drejtojnë sytë ka sistemi arsimor. Që nga qerdja, deri te sistemi, do më thonë, i lartë universitar. Sepse nga ty funksionon shoqëria, nga ty burojnë elitat, nga ty lindin intelektual të ri. Prandaj poenta ime është që ta përmisojmë në këtë rast sistemin arsimor, duke përmisuar sistemin arsimor, ne do të lindim lider të së ardhmes. Të nderuar, faleminderit shumë që ishit pjesë rreth rrotës. Faleminderit, Nancy. Diskutuam kështu në lidhje me